Drejtuesi koalicionit Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, nga Pojani i Korçës u ka premtuar fermerëve rikonceptim të skemës së subvencioneve, nëse me 11 maj do të fitojë mazhorancën qeverisëse. Skema që propozojmë ne për subvencion për kilograme, dini sa sjell në fshatin shqiptar nëse miratohet? Do të sjell për çdo kilogram që ju prodhoni vetëm si fillim 300 dhe në 330 milion euro, që janë mbi 300 miliard lek. Dhe në fund 4 viteve, për shkak të rritjes prodhimit që ne parashikojmë, sepse kjo do të stimuloj prodhimin, ne parashikojmë që vlera të kalojë mbi 500 milion euro, që do të thotë mbi 500 miliard lek. Si kryeministri i vendit, nëse do të vetëbesohet nga zgjedhësit, Lapaj tha se do të vendos ulje të çmimit të karburantit për fermerët. Në programe kemi brenda 30 ditëve të para, nëse unë do jem në atë zyrë, çmimi i karburantit do të bjerë brenda 30 ditëve me 32 lek të reja, që do të thot me 320 lek nga çfarë është sot. Brenda 30 ditëve. Në politikat për bujqësinë, sipas Adriatik Lapajt, prioritet do të jetë edhe miratimi i një ligji që detyron sigurimin për fermat bujqësore.